Mëngjes, mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashkimin e ditës së sotme, një e mërkur që nazion me ndikime favorite, lidhje me punën, me karrierë, me ndryshime të mëdha që vijnë. Kemi të bëjmë me ndikimin kryesor ka filluar që në orën 5 të mëngjesit, me një trakëndë që bën Mërkuri nga binjakët dhe Plutoni në ujor, ku na jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë blerje të rëndësishme, për të negociuar, për të debatuar, për të bërë marrëveshje të forta profesionale dhe personale, blerje të rëndësishme, siç janë shtëpi, makinë, pajisje teknologjike apo udhëtime të rëndësishme, për të biseduar me persona të rëndësishëm, lidhje me dokumentacionet, sidomos për njerëzit që janë jashtë Shqipërisë, që kanë bënë shumë në Europë, në përbot, për sa i përket dokumentacioneve. Dita e sotme shquhet shumë paraditja mbi ndikimet dhe mbylljen e çështjeve të vjetra ose marrjen e një lajmi shumë të rëndësishëm për ata që ka të bëjnë me ligjin, për ata që kanë pasur probleme më shumë se një vit, 2 vjet për shembull, ka një ndikim kaq të madh që juve nuk do ta besoni, po do shikoni pastaj do më kujtoni ku ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Kemi gjithashtu në lidhje me ndikimin e hënës që vazhdon rrugtimin e saj drejt Gafores, duke formuar një kënd shumë pozitiv në lidhje me Jupiterin. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, sepse hëna shkon në shtëpinë e vet, pra në Gafore, është guvernatori i Gafores dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë tani tutje. Është gjithashtu një nga mundësitë më të arta dhe mundësitë të mira, sepse duke negociuar mbi gjërat që neve kemi dhe çështjet më të mëdha që do të kemi tani tutje, është momenti dhe periudha. Por le të hedhim një sy ndikimeve, favorizimeve, çfarë thot busulla astrologjike dhe çfarë na mëson më tepër në këtë aspekt. Ja ku jemi këtu, kemi të bëjmë shumë me ndikimet, favorizimet, mundësit, kohën e duhur që do të thotë momenti pra hëna në ndikimin e Gafores, por kemi dhe Jupiterin që na jep mundësin dhe periudhën e duhur për nisma të reja. Gjithashtu ka të bëjnë edhe me disa ndryshime shumë të mëdha dita e sotme, po cilat vallë shenjat që kanë një ndikim ose kanë pasur probleme në të shkuar, për shenjat që nuk i referohem, ta kuptoni, që do të thotë që nuk kanë një problem shqetësues, por gjithashtu ka të bëjnë të shenjës së Gafores, kanë të bëjnë shenjës së Demit, ka të bëjnë të shenjës së Dashit dhe të shenjës së Ujorit. Janë pikërisht këto shenja që ju japin mundësinë dhe kohën e duhur për sa përket problemeve dhe dokumentacioneve që ju e keni për të marrë apo çështjet ligjore. Një gëzim shumë i madh në familjen tuaj që do duket se e kanë të shenjës së binjakëve për sa i përket arsyes ose çështjeve të mëdha ekonomiko-financiare dhe një çështje ligjore ku merr fund. Është koha dhe momenti më i mirë, më i arti në këtë drejtim. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me dy më shenja zodiakale, çfarë ndikon dhe sa neve ku duhet të bëjmë kujdes dhe ku duhet të lëshojmë pë mbi çështjet tona madhore. Kemi të bëjmë dhe flasim për shenjën e parë, shenjën e zjarrt, e mundësive, e udhëtimeve edhe e ndryshimeve të mëdha, që do thotë shenja e Dashit. Për ju të kësaj shenje duket se përgatiteni për gjëra shumë të mëdha, përgatiteni për gjëra që do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj, sidomos 10 ditë që i parë është mjaft i favorizuar në lidhje me punën e tyre, në lidhje me shumë ndryshime dhe ndikime të mëdha që do të keni tani tutje. Është koha juaj, është momenti më i artë në lidhje me disa takime të rëndësishme të veçanta në fushën e vet, sepse një problem që keni pasur në çështje ligjore duket se merr fund dhe një padrejtësi që është bërë në vitin 2013 duket se është koha tani tutje që juve ta mbyllni, sepse jashtëmujori i dytë i këtij viti ka disa çështje shumë madhore problematike që keni pasur në të shkuarën, duke se është në anën më të mirë dhe pozitiviteti vazhdon dhe ecën përpara. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, edhe pse me problematike që keni pasur lidhje me dash të 10 ditë të parë, dash me shigjetar të 10 ditë të tretë dhe dash me virgjëresh. Është një mundësi e artë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështje të mëdha. Por gjithsesi, koha ka treguar dhe tregon që ju jeni me fat në këtë aspekt, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet ndryshon shumë gjëra, por edhe një burim të ardhash të dyta është në rrugtimin e vet, që këta janë të shenjës së Demit. Përsa përket shenjës së Demit, me që se Demi ka një ndikim shumë të mirë, duke pasur parasysh edhe ndikimin e Afroditës, që me një ndikim shumë të madh, që Afrodita me ndikimin e Mërkurit, që është një nga mundësitë më të arta dhe kohën e duhur mbi zhvillimet, ndryshimet të mëdha që keni tani tutje. Është koha dhe momenti, është periudha mjaft e mirë mbi ndryshimet që bëhen tani tutje dhe juve nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar. Një punë e dytë, një burim të ardhash, pasi që thanë në fillim, është një mundësi e mirë
por duhet të shikoni të negocioni, se dita e sotme është dita e negociatave. Nëse keni mundësinë dhe kohën e dur, mundoni që t'i mbyllni është pikërisht kjo ditë. Sidomos nga mesdita, mbas orës 12 e tutje, keni një periudhë shumë të mirë mbi ndryshimet që vinë, mbi ndryshimet që juve keni dhe periudha është në favorin tuaj. Një udhëtim që keni është shtyr javën e kaluar, duket se tani e keni kohën dhe momentin e dur, sepse aty ku do të shkoni nga një dokument që juve doni të merrni ose e keni gati me bisedime shumë të rëndësishme me persona të rëndësishëm, është koha juaj, është momenti më i mirë i artë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Mbi atë që juve keni pasur të diçit të tretë, një problem mjaft i madh, që sot ditë tani kemi po bënë gati 2 javë në një çështje pune që faj është të tretë dhe jo juaj, por meqense tani për tani është momenti mjaft pozitiv, sepse ka qenë shumë i elektrizuar, por meqense tani jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe është zgjidhur dhe zgjidhet pikërisht sot nga ora 11 e keni kohën dhe momentin e duhur. Dhe shikoni do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt dhe momentet janë mjaft të mira dhe shumë pozitive. Nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në lidhje me dashurinë, edhe pse debate që po bëni tani keni plot një javë, por ka qenë një javë debatesh. Në realitet, sidomos dem shigjetar, dem peshore, apo dem akrep. Me dem akrep keni pa kujdes, sepse edhe pse keni përballë, por duhet jeni të kujdesshëm, të vëmendshëm mbi bisedë që do bëni, sepse lidhet shumë me bashkim familjar, lidhet shumë me ndryshime të mëdha dhe kohën e duhur për të negociuar për gjëra të tjera që juve keni lënë pas dore, për arsye pune, për arsye angazhime të tepërta, por vjen një moment tani, dita e sotme, shuhet shumë për mbyllje të çështjes së shkuarës. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që kërkon stabilitet, kërkon mundësi, kërkon stabilizim ekonomik dhe lajme shumë të mira në oferta të rëndësishme, që këta janë binjakët. Binjakët të dashur, nëse jeni në anën tuaj, në mundësimet të artë të mundshme, nëse keni një ofertë, kjo ofertë është shumë e rëndësishme sepse është për vitet që do vinë, jo për kohën që po vjen, por për vitet që do vinë. Është në rol drejtues, është në çështje që ka të bëjnë me një punë shumë të madhe, në rolin e drejtorit, në rolin e punëdhënësit ose punëmarrësit, në diçka shumë të mirë, prandaj shikojeni në detaje, sepse dhjetëçi i parë është mjaft i favorizuar në këtë aspekt dhe keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet që vinë drejt jush. Dhjetëçi i parë, dhjetëçi i tretë është shumë i favorizuar në lidhje me punën dhe negociatat të rëndësishme që do bëni tani tutje, duke pasur parasysh një trekantës që bën Hana me Merkurin, guvernatorin tuaj u jep mundësi dhe kohën e duhur mbi ndryshimet që do të keni. Në lidhje me një takim i rastësishëm, por është shumë i rëndësishëm për juve në orën 12, 13, 14, janë orë shumë të mira për juve të shenjës së binjakëve, nëse doni që të realizoni atë që juve kërkoni për shumë kohësh, do të thotë punë, do të thotë ekonomi. Një çështje kreditimi është më se e mundur të jetë fakt, sepse e keni mundësinë duke faktuar me dokumentacione, me ndryshime dhe anën ekonomike financiare, do njohi rritje tani e tutje dhe është kjo pikërisht një mundësi e artë për të stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që juve do të keni. Prandaj është edhe momenti juaj. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Çdo ndryshim, çdo takim, çdo bisedim i keni juve në dorë dhe është edhe momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse është pikërisht kjo periudhë dhe është e juaja. Në çështjet e dashurisë, duket se juve të shenjës së binjakëve keni një ndikim shumë të mirë në lidhje me peshore të dhjetëçit të dytë, me britsap të dhjetëçit të parë, që është një nga kohët më të mira dhe mundësitë më të arta, duke pasur parasysh edhe ndikimi planetar, sepse kjo varet dhe nga hëna që ndodhet të pjesës tjetër, por gjithsesi juve jeni negociator të shkëlqyer mbi marrëdhëniet dhe ndikimet të mëdha që keni. Por gjithashtu bashkim familjar duket se e keni me ujor të dhjetëçit të tretë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që stabilizon, konkretizon, mundëson blerjen e një biznesi shumë të rëndësishëm jashtë apo në Shqipëri, që e prisni me padurim për ta realizuar, që këta janë gaforet. Përsa përket gaforeve, me qëse gaforet duket se tani në këtë periudhë janë pak në dilemë për shumë gjëra. Kanë kaluar një kalvar shumë të gjatë në këtë 3 mujor nga janari deri më sot. Por duket se dritë në fund të tunelit, jo shkëndi, por rrezet të madhe, do të thotë ndryqim, do të thotë mundësi, do të thotë
rëndësi. Pra atë që po merrni si sipërmarrës në lidhje me punën tuaj, një në burim të ardhësh në lidhje me biznesin e keni mundësinë dhe jo vetëm kaq, por do keni edhe mundësi tjetër, mundësi të artë mbi atë që bëhet, mbi ndryshimet, vendime të rëndësishme që merrni, sepse është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment, momenti i duhur, momenti i artë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, mbi stabilizimet, ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush, por edhe koha e duhur në marrëdhënie me ekonominë, në marrëdhënie me punën tuaj. Sepse në lidhje me punën, keni pasur dhe keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet ekonomiko-financiare, për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm financiar, por gjithsesi, kjo periudhë nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse jeni në kohën më të mirë të mundshëm e që ndonjëherë, sepse zhvillimet, ndryshimet, mundësitë të arta që vijnë drejt jush është koha juaj. Dhe momentet të arta gjithashtu juve keni. Në rast konkret, gaforet nga një udhëtim që do të bëni jashtë vendit, e keni mundësinë sepse një lajm që keni marrë para 4-5 ditëve, kjo do të thotë për dokumenta, kjo do të thotë për aplikimin që keni bërë dikur dhe jeni gati tani për të marrë një dokument shumë të rëndësishëm në dorën tuaj. A është çështje ligjore, a është penale, një gëzim shumë i madh në familjen tuaj, duke se ndodh për 10-diqen e dytë. Për të 30 ditë që janë të favorizuar, për 10-diqen e dytë është më indikuar në pozicionimin e planeteve më të mirë të mundshëm. Në fushën e dashurisë, edhe pse me shumë debat, me shumë çështje të pazgjidhura nga e kaluara për arsye të disa bisedave shumë të ndikuar nga ana e të tretëve, por gjithsesi mos dëgjoni çfarë flitet, por bisedoni me personin që keni përballë, sepse është një nga mundësitë më të mira dhe të arta tani e tutje për të bërë një ndikim ose gjëra që ndodhin në favorin tuaj për lidhje, për martesë, për fejesë apo gjëra të tjera të kësaj natyre, sidomos lidhjet afatgjat janë me bricap të 10 ditë parë dhe me dash të 10 ditë tretë. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, se shumë angazhime keni, por angazhimet janë angazhime, por gjërat e tjera duhet shkojmë dhe disa gjëra të vogla, por kemi përfitime. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet është në anën më të mirë të mundshme dhe në ekzaltimin e saj, sepse boll kanë vuajtur në fushën e karrierës së tyre, por kanë vuajtur edhe në çështjet, në blerjet, në shitjet, sepse nuk kanë rënë dakord për shumë gjëra, që këta janë luanët. Po, e kanë pasur një gjë të tillë, sepse luanët nisen dhe betisen për gjëra të çështje të rëndësishme që ata kanë, por një nga momentet më kryesore, më kyçe për juve të shenjës së luanit të 10 ditë të parë që keni të bëni me punën tuaj, keni të bëni me karrierën tuaj, por gjithashtu me blerjet. Nëse keni ndërmend për të bërë një blerje ose për të dhënë për të marrë dokument ose për të parë në lidhje me çështjet madhore ekonomiko-financiare, për sa i përket gjërave që do të thotë ndryshime, do të thotë vendime të rëndësishme, është koha juaj, është momenti juaj, është periudha kur ndodhin fenomenet, sepse kjo periudhë është periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në atë që bëni, rrezatuese në atë që keni, por një nga mundësitë më të arta që do të keni tani tutje është momenti më i mirë i mundshëm ekonomiko-financiar. Duket se në ekonomi ju e keni një mundësi shumë të mirë, edhe një burim të ardhësh të dyta që është duke u negociuar, e keni të më të sigurt për këtë gjë, sepse është koha juaj, është arritja, është mundësia, është perfeksioni juaj, lidhje me anën ekonomike, lidhje me biznesin, lidhje me karrierën dhe me ndryshimet të një pasqyrshme që do keni tani e tutje. Megjithatë, është një mundësi e artë tani e tutje ku gjërat janë në favorin tuaj, është një mundësi mjaft ndikuese, rrezatuese në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me një çështje që është lidhet me takimet dhe bisedime shumë të rëndësishme dhe mund që jo vetëm kaq, por të keni edhe mundësi tjetër, një mundësi të artë që do thotë vazhdimsi, do thotë koherent me ekonominë dhe me stabilizimin tuaj. Por gjithsesi është një nga periudhat më të mira të mundshme për sa përket luanëve të 10 ditë të parë dhe të 10 ditë të tretë, një debat që keni pasur ose një ndarje keni pasur me shenjën e demit të 10 ditë të dytë, por mundoni që ta zgjidhni tani. Sepse një person i tretë do ndërhyj për të rregulluar disa gjëra dhe me të drejtë ka, meqenëse se ju keni shumë angazhime dhe e merrni shumë gjëra përsipër dhe në kohë lini disa gjëra të tjera që janë më imediate, janë më të rëndësishme, më të domosdoshme që është familja, janë fëmijët apo diçka të saj natyre, por megjithatë është koha tani për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Kjo periudhë ju ndihmon jashtëmase për zgjidhur problematika të ndryshme, për zgjidhur çështjet e pazgjidhura, për të arritur qëllimin tuaj mbi takimet, mbi bisedimet, mbi vendimet që do të merrni tani tutje, janë vendime historike, janë vendime shumë të rëndësishme mbi çështjet që ju e keni. Në çështjet e këtu ka diçka shumë të madhe, në çështjet e ndryshimeve të mëdha, që do thotë lidhje me dashurinë e munguar, që do thotë me ujor, por kjo nuk është se lihet pas dore, por ka kohën e vet për të zgjidhur problematikat që ju e keni.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet ka kohën e vet. Duke filluar nga ora 5 e mëngjesit, ndikimet planetare që kanë bënë. Kjo ora tani shënon 7:46 minuta. Kjo do të thotë çfarë? Do të thotë edhe 4 minuta akoma që fillon nga kjo orë e në vazhdim, do të shikoni shumë gjëra, do shikoni shumë ndryshime që do të keni takime, bisedime, mbas orës 8 tutje, por do shikoni me planet që keni tani tutje, mund t'i rregulloni, t'i stabilizoni, sepse keni një ndikim shumë të mirë, një ndikim mjaft pozitiv, sepse Mërkuri është ndikimi më mirë komunikimi, baza për juve të kësaj shenje, por gjithashtu ka të bëjë dhe me hënën që është lëvizja dhe ndryshimi i madh që juve keni në anën tuaj dhe në pozicionimin e planetave, por gjithsesi kjo nuk ngjelet për të parë për arsye të punës suaj, një punë të tretë që mund të keni juve, do thoni po nëse bëjmë dot një punë, do bëjmë 3. Jo, ajo e treta, ajo është diçka që juve merreni me laps dhe me letër, dhe kjo është një punë shumë e rëndësishme që juve të dini dhe të përgatituni për gjëra shumë të rëndësishme. Në çështjet e dashurisë, duket se me peshk të dhjedhishit parë, me gaforit të dhjedhishit tretë që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me shigjetar të dhjedhishit të tretë, sepse e keni në dorë rregulloni gjërat, jo të keni domethënë debate apo gjëra se natyre. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet janë në anën e tyre në lidhje me punën, ndryshim pune, ndryshim vendbanimi, që këta janë peshoret. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani në këtë periudhë janë në rrugën më të mirë të mundshme, për sa përket ekonomisë, për sa përket ndryshimeve dhe vendimeve që ata marrin, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë, periudhë e artë mund të themi me bindje të plotë për arsyet ekonomike dhe për arsyet të ndryshimeve të mëdha që ju e keni, por peshorët nuk i trëmben kur punës, mund bëjnë 2 punë në një kohë. Pra, siç e themi, nuk trëmben malet nga dëbora, kështu që shenjat e ajrit, siç janë peshorët, nuk ka shanse të ndryshe. Një çështje ligjore i kalvari gjatë që keni pasur problematike në fushën e ligjit, duket se e mbyllni sot ose pushim çështje, ose diçka që do të ndikohet, por është në favorin tuaj. Një gëzim në familjen tuaj, një pasardhës është e mundur të ndodhi, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin, mbi ndryshimet të mëdha që vijnë drejt jush, por dhe koha është në favorin tuaj dhe favorizimet kanë bëjnë shumë në lidhje me këto çështje mjaft të mëdha mbi takimet dhe ndryshimet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, një ndikim mjaft i mirë, keni pasur një njohje dhe jeni shkëputur, kjo do thotë është me binjak të dhjedhishit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që stabilizon, rrezaton, rregullon dhe ndikon që këta janë akrepët. Me akrepët duket se Plutoni nga ndikimi më i madh që ka të bëjë në ndikimin me shenja të ndryshme që jep mundësinë, jep kohën e dur, por Plutoni në kënd që bën me hënën, që bën edhe me uranin, u jep disa mundësi të arta për sa përket punës, blerjeve, shitjeve, negociatave, është koha juaj, sepse ditë e sotme është për negociata, për blerje pasurit paluajtshme, është koha shumë e mirë para ditës. Ka varë një individ pastaj kur e keni nda menjen ose doni të bëni diçka tjetër juve që merreni me high society, gjëra të larta, është mundësia dhe momenti për të negociuar, për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi, sepse është një nga periudhat më të arta, është një nga periudhat më të mira të mundshme, duke pasur parasysh ndryshimin, duke pasur parasysh ndikimin dhe gjërat më favorite të që na ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të dhjedhishit parë, me luan të dhjedhishit tretë, është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që reputacioni është në ngritje, mundësitë janë të arta, koha është në favorin tuaj, por angazhimet e shumta bëjnë dëm. Shikojeni. Këta janë shigjetarët. Shigjetarët dashur, keni 2 gjëra kryesore, keni atë që do negocioni në lidhje me punën tuaj, një burimtar është e dyta është e mundur të ndodhi, por kërkon vëmendje dhe mprehtësi. Mendja, pastërtia dhe ajo që doni të shkoni drejt në ekonomi për stabilizuar gjërat e juaja. Jeni pak të shpërndar për arsye pune, për arsye angazhime të mëdha, por kjo nuk do të thotë problem, kjo do të thotë zgjidhje të çështjeve të mëdha. Ekonomie, favorizime, ndryshime, mundësi, koha e artë për gjithçka keni dhe dëshironi. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi gjërat të mëdha që do të keni, mundësitë e arta që do të vinë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të dhjedhishit parë, me dash të dhjedhishit tretë që është perfektja, por një mundësi e artë për të arritur qëllimin e keni tani. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, por njëkohësisht ndikime favorite dhe ëndra bëhet realitet, që këta janë britsjapët. Britsjapët të dashur, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të arta për juve të kësaj shenje, sepse duke pasur parasysh gëzimin më të madh që e keni nga tani e tutje,
Por, do shikoni disa gjëra të imta që do bëjnë diferencën. Nëse keni juve që merreni me instancat larta në çështje ekonomike, bisedime të rëndësishme në fusha të ndryshme, në zyra të rëndësishme që keni, ose gjëra të mëdha që duhet ti zgjidhni sot, është ditë shumë e mirë, është ditë perfekte. Kjo ka një ndikim nga dje mbas dite dhe deri pas nesër para dite, kur është një harë kohor shumë i mirë deri të premten, prandaj shikojeni në detaje, sepse detajet bëjnë diferencën mbi lidhje me ekonominë, lidhje me punën, lidhje me vazhdimsinë ose diçka me trashëgiminë, sepse ka të bëjë me diçka me disa pasojë të paluajtshme, mund t'i zgjidhni, sepse Bricapia ka këtë mundësi. 10 ditë që parë është shumë i favorizuar dhe indikuar në këtë aspekt. Prandaj bini pas mos e lini pas dore, se gjithmonë juve nisuni për gjëra të tjera, nisuni mbar, nuk e diskutoj, sepse ka varë nga planetet pastaj se ku ka ndodhur se nisma të reja që juve keni pasur, por vjen një moment tani mjaft pozitiv dhe shumë ideal mbi zgjidhjen dhe konfliktet të vjetra që keni pasur mbyllen një herë mirë dhe ju jeni mjaft të ndikuar dhe jeni mjaft pozitiv në fushën e ndryshimeve të mëdha të karrierës suaj dhe jo vetëm. Bricapia gjithashtu ka një moment të artë, një moment të artë tani tutje, duke pasur parasysh edhe anën ekonomike financiare, por edhe bizneset që ata kanë, duke se një shitje do t'ju ndihmojnë jashtëmase për këtë anës ekonomike, sepse do zgjidhni një problem shumë të madh që keni pasur. Kurse në dashuri duket se me binjakët e diçit parë, me akrepët e diçit tret, përgatituni. Vijojmë tek një shenjë tjetër, tani do shkojmë tek një shenjë tjetër, një shenjë ajrit, një shenjë që vërtet është ndikuese, është mundësi, është rëndësi ekonomike, familjare dhe udhëtime dhe jo vetëm. Kanë ndikimi më të madh, sepse arsyetojnë, të dinë të arsyetojnë, dinë të rregullojnë dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë tani atutje kur është puna dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni. Është një nga momentet më të arta ato që na ndonjëherë, por gjithashtu edhe mundësia e punës, sepse lidhje me karrierën, juve keni lindur për karrierë, jo dini të bëni karrierë. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, angazhime të tepërta. Gjithashtu edhe një ofertë që mund të merret para kohe për punën që do të bëni se diçka shumë të rëndësishme që juve keni, por keni një mundësi për një punë të dytë. Prandaj bini pas kësaj sepse e keni mundësinë për ta realizuar të 3 dhjetëdiqet, por dhjetëdiqi i dytë, dhjetëdiqi i tretë është shumë i favorizuar për gjëra të tilla, është në pritje për gjëra të tilla, edhe në çështjet që kanë bënë me mundësitë dhe kohën e artë që ata nisin dhe e rregullojnë. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, dhjetëdiqi i parë që ka një ndikim shumë të mirë me shenjën e demit, dhjetëdiqi i dytë ka ndikime shumë të mirë me shenjën e ujit, që do thot me akrepin, por kanë pasur debate të tipit për kohën, arsyen edhe disa udhëtime. Kurse me binjak është diçka shumë pozitive, diçka e rëndësishme, sepse dini çfarë thoni dhe dini çfarë juve kërkoni me njëri tjetrin. Dhe kjo ju mban gjallë, kjo ju mban që të shumë herë më mirë nga gjithçka ndodh në lidhje, po ta shikoni në shenjat e ajrit me njëra tjetrën, kanë plotësimin e dëshirës së tyre edhe për gjithçka ata dëshirojnë dhe adhurojnë. Në çështjet që kanë të bëjnë me jashtë, për ju që jeni në diasporë dhe doni që të keni një lidhje solide ose bashkim familjar për arsye dokumentacioni, për arsye që jeni larg njëri tjetrit, por me padurim e prisni gjë të tillë dhe kjo do të jetë me dem të dhjetëdiqit parë, që është koha dhe momenti më perfekt i çdo sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe mundësive që juve keni. E përgjithshme për sa përket shenjës së ujurit, është momenti i duhur, është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese mbi ndikimet, favorizimet, mundësitë të arta që ata kanë dhe disa parat papritura i marrin, që këta janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit kanë mundësinë, kanë kohën, kanë ndryshimin, kanë anën e tyre. Një çështje ligjore përfitojnë dhe ose janë lëvizur nga puna, presupozojmë, me pa të drejtë që është bërë, e fitojnë dhe kjo do të thotë e drejta triumfon. Kjo do të thotë që ëndra bëhet realitet. Për shenjën e peshqeve mund të flas shumë sepse peshqit kur shikoj edhe në inbox janë të shumë të besoni që kanë 3 vite shumë të vështira që kanë pasur, mirë po ky vit është vit ndryshe nga 3 vitet e shkuara. Vjen një moment që juve do të realizoni gjërat që doni. Vjen një moment që keni mundësinë, kohën e artë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Jeni shumë korrekt me persona të ndryshëm. Kjo do t'ju bëjë që të ndiheni superior. Kjo do t'ju bëjë që të ndiheni mirë me veten tuaj, të ndiheni mirë me atë çka jeni. Të 3 dhjetëdiqet kanë dhe një mundësi shumë të mirë në lidhje me disa negociata ditën e sotme. Mos ma lini pas dore miqtë mi të dashur, sepse
ndikimi i Neptunit, që është ndikimi më i mirë i mundshëm në krahasim me vitet e kaluara, u jep mundësinë edhe mendjen e pastër që juve keni, ndryshimin e madh që po vjen tani tutje, lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshime, lidhet me vendime të rëndësishme në fushën e udhëtimeve, dokumentacioneve. Një lajm shumë i mirë, nga një leje do të merrni diçka shumë të rëndësishme do të realizoni për punën tuaj, sepse keni shumë ndikime pozitive në negociatat që do të bëni, mundësi të arta që vinë. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për punën dhe karrierën tuaj. Është një nga mundësitë më të mira, është një nga mundësitë më ideale të qenë ndonjëherë, sepse nga çdo drejtim që keni, mundësitë që vinë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsye të punës, për arsye të kontekstit asaj çka jeni, asaj çka keni të bëni me ekonominë. Ekonomia është baza tek juve. Për juve që prisni lidhje me dokumentet me jashtë, juve që në Europë, përgatituni se lajmi do t'i merrni një lajme fantastike, një lajme shumë të mira mbi ndryshimet, mbi ndikimet të mëdha që do të keni tani tutje, dhe është koha, është mundësitë më të arta duket se e keni. Një negociat që do të bëni pas nesër, por nga sot fillojnë gjërat, jeni të përgatitur për sa përket punës, sepse do t'ju ofrohet një mundësi shumë e artë, një ofertë, por nuk do të thosha ta pranoni me sy mbyllur, sepse jeni në një pozicion pune, por kjo do të ta shikoni në vazhdimsi. Mund t'i thoni sepse e keni të domosdoshme një punë të dytë, por ndoshta që t'i lini pak kohë të përgatiteni për veten tuaj, sepse është një nga mundësitë më të arta, është një nga kohët më të mira. Pra kjo ditë e mërkurë na jep kaq mundësi, gjërat e imta mund të jenë, por janë shumë të rëndësishme të ardhmen. E përgjithshme për ditën e sotme, përgatituni gjatë gjithë ditës, nuk e heq asnjë presje, asnjë minutë, pa shfrytzuar sepse keni kohën tuaj dhe momentin më të mirë. Në fushën e dashurisë, duket se me gaforet e 10 parë, me shigjetarët e 10 tretë, me virgjëresht e 10 dytë, është koha e artë, është mundësia për juve të kësaj shenje. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, e kaq të rëndësishme, kësaj dite që vërtet do mbahet mend për 3 muaj që do vinë, dhe shikoni do më kujtoni, por rishikojmë nesër me parashikimet dhe nga më të rëndësishmet, surprizat. Onjë Rëpulla, Jasmira.